Lindja komandantit Lexhedalla Adem Jasharit me 1955 dhe dalja në skenë e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Ne edhe njerë ju urojmë gjithë qytetarët të Kosovës, familje dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve këtu festat dëmtorit. Këtu festa ne e dim që të mangë, parasysh se ne i kemi krerët e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Me hak pa drejtësisht këtu ndukun mbajtur atje, nga një gjykatë, si ja ka vjetë disa gjykatë, po ja që na ndodhi kjo neve dhe ne shpresojmë dhe besojmë se mbi të nashëm do t'i presim këtu festa bashkërisht me ta. Dhe ne falenderoj shumë respekt. Bye. Hajde, okej, lëshoma një qëta shti. Agnes, me qenë se nuk e kam direkt lidhjen me juve, po besoj shumë që jemi duke e pa këtë atmosferë që po mbretëron këtu në Prekaz dhe këto qarkullim ose këtë lëvizje të qytetarëve, e që është e vazhdueshme. Tash në orën 10:08 minuta është shtuar fluksi i qytetarëve. Dhe tash kemi pasur rastin që përveç vendësve tonë të kemi edhe qytetarë nga Shqipëria, e madje patëm edhe një pjesë performance kështu, duke tentuar tash që të njihemi pak më tepër edhe me këtë ansambël ose me këta këngëtar që i patëm, duke shpresu shumë që janë edhe pa diskutim për ndërë të 28 nëntorit, por edhe 2 datave tjera të rëndësishme. Do të njemi pak me ta, sepse po e shoh që janë duke i kryer homazhet dhe pastaj edhe me qytetarë të tjerë që po vinë e që janë gruponsha nga më të ndryshme, po i shohin fëmijët të veshur me flamujt kombëtar, me veshjet dhe simbolet tona. Dhe kjo na nderon edhe më tepër kur e dim që po na vjen edhe prej Shqipërisë në këtë datë të rëndësishme. Më herët patëm bisedë me një qytetar nga Elbasani, i cili kishte ardhur për herë të parë dhe që na tregoi një ndjesi të veçantë të shkel në kompleksin memorial Adem Jashari, në një vend kaq historik edhe të rëndësishëm, dhe që tha se ka shpresuar për shumë kohë. Po afrohem, përshëndetje, mirë se keni ardhur. Jemi direkt në Koha Vision, atë njoftohemi pak me ju fillimisht. Unë jam Anila Kaplani dhe vi nga qyteti i Fierit, nga Shqipëria. Na kënaqet me performancën që e dëgjuam pak më parë dhe faleminderit shumë që keni ardhur gëzuar festën 28 nëntorit fillimisht. Faleminderit shumë, kënaqësia është e jona që ndodhemi sot mes jush, t'i gëzojmë festat dhe të këndojmë dhe të përcjellim nëpërmjet këngës vlerat, traditat dhe kulturën e të dy komeve, si Shqipëria dhe Kosova, dhe të jenë të pandar. Urojmë shumë. 3 festa të rëndësishme për popullin tonë shqiptar janë në një datë si 28 nëntori. Tregom, ka qenë hera parë që keni ardhur në Prekaz apo keni vizituar edhe herë të tjera, çfarë ndjesi është? Unë kam për herë të parë që vi në Prekaz këtu bashkë me grupin tim polifonik. Ndjesia sigurisht që është e papërshkruar. Kam shumë emocione. Është një ndër dëshirat e mia më të hershme që ka qenë që të vija në Prekaz, sikurse u plotësua sot, edhe jam e kënaqur edhe që dhe urimin për festat dhe për flamurin tonë të famshëm e bëj nga ky vend i shenjtë. Po, keni ndonjë performancë apo ndonjë aktivitet që keni me qenë pjesë apo ka qenë vetëm vizita? Jo, nuk është një vizitë, neve zhvillohet në Skënderaj, zhvillohet një festival dhe kemi marrë pjesë mbrëm, sot është nata finale dhe pastaj nesër për në Shqipëri. Ju uroj një rrugë të mbarë dhe gëzuar festat. Gëzuar edhe një herë, faleminderit për jush. Kaloni sa më bukur sot. Gjithashtu edhe juve. Pra, e kuptuam që kanë qenë pjesëmarrës edhe në Skënderaj, siç e treguam, po i shohim edhe me veshjet kombëtare dhe që tregojnë zonën prej nga vin. Është shumë kënaqësi që biseduam me ta, ndërkaq që po i shohim edhe duke bërë fotografi, pra të ndryshme edhe të vendosve tonë këtu bashkë me ta. Po e mbyllim me kaq, me këto